Përshëndetje miq. Si gjithmonë, unë deklarimet, opinionet apo komentet e mia I kam dhënë te kolegët e ndryshëm të televizioneve shqiptare, të cilët her pas here më ftojnë, dhe të cilëve I falenderoj, por jo gjithmonë gjej kohën e duhur për shkak të ndryshimit orare që të përgjigjem të gjitha ftesave. Gjithashtu unë kam bërë gjatë gjithë kohës thuajse komenta apo opinione në rrjetet e mia sociale. Këtë radhë kam gjetë ndryshe të bëj një mesazh. Një mesazh që është dita e heshtjes zgjedhore në fakt, por që të them atë se çfarë ndjej. Unë nuk do të votoj këtë vit, nuk kam aplikuar për të marrë vota këtu në Amerikë, për shumë arsye. Në mes tyre janë që asnjë nga kandidatët apo partitë politike nuk më bindin që unë t'i jap votën e tyre. Sidomos ata personazhe të cilët kanë mbi 30 vjet në pushtetin e Shqipërisë, të cilët ndryshojnë her njëri her tjetri. Nuk mund të votoj për ata njerëz që kanë vjedhur, e kanë shkatëruar dhe grabitur gjitha pronat publike. Nuk mund të votoj për njerëzit të cilët po e shkatrojnë çdo ditë më shumë sistemin arsimor dhe ato shëndetësor, ku tashmë dihet që për një problem shëndetësor ti duhet marrësh kredi në bankë për të mjekuar, pavarësisht propagandës për mjekësinë falas, që nuk besoj që të gjithë e dimë se si është. Gjithashtu edhe partitë e reja politike apo personazhe të ri të cilët kanë dalur nuk më kanë bindur, edhe pse në larg në distancë jam munduar t'i ndjek ndonjëherë, por nuk më kanë bindur që unë të marr iniciativën dhe të votoj. Përveç tjerash, patronazhistët, të cilat mi morën dhënat e mia që kur u publikuan të dhënat nga I Albania, kanë vazhduar detyrën e tyre. Ndoshta në Shqipëri do votoj dikush tjetër në emrin tim, këtë nuk e di. Por çfarë po ndodh? Pavarësisht që është heshtje zgjedhore, bandat kriminale në Shqipëri vazhdojnë e bëjnë dhe kontribuojnë për vota në partitë e ndryshme. Edhe sot, edhe pse shumica e bandave kriminale apo organizatave kriminale apo familjeve të fuqishme të cilat sigurojnë votat për partitë të ndryshme, kanë punuar jo vetëm ditën e fundit, kanë 2 muaj e sa që merren dhe punojnë në heshtje, por si gjithmonë, duke I bler ose paguar njerëzit për të votuar, duke I paguar të mos votojnë apo të tërheqin kartat e identitetit, apo rrugët e tjera të cilat tashmë dihen. Po çfarë po ndodh? Problematika për mendimin tim dhe nga informacionet që kam duhet të jetë dhe vazhdon të jetë Shkodra, Elbasani, Durrësi, Fieri, Lezhë, Vlora, por Dibra dhe Tirana. Çfarë po ndodh? Në Shkodër, për shembull, Bajrat që historikisht kanë mbështetur Partinë Socialiste, këtë radhë kanë kaluar nga Tom Doshi, me sa informacionet kam, ndërsa liçet vazhdojnë në mbështetje të Partisë Demokratike apo opozitës. Në Elbasan, Suel Qela, si gjithmonë, kontribut të madh në Partinë Socialiste, dhe mos harrojmë se ishte banda e Suel Qelës, e cila nxorri dikur ta ulën ballën më të votuar nga Partia Socialiste. Edhe pse është në kërkim, ai vazhdon të jetë dhe të kontribuojë në Partinë Socialiste për shkak edhe bizneseve që tashmë I kanë ndërtuar me ta. Gjithashtu, Çopajt vazhdojnë me krahun tjetër të opozitës. Në Durrës, si gjithmonë, me kontaktin e tyre të vazhdueshëm ndër vite tashmë vanxhushin, Avdulajt, Hajri, vazhdojnë të kontribuojnë fuqishëm për Partinë Socialiste bashkë me bandën apo personat të cilët mbështesën dikur ose I kishte në terren banda e Durrësit, të cilat janë përkrahur ose kanë dalë në krah të Partisë Socialiste. Ndërsa troplinët edhe këtë rast I kanë ngelur besnik Partisë Ilir Metës ose Partisë Lirisë tashmë, të cilët po kontribuojnë apo po kërkojnë vota ose kanë kërkuar vota për të mbështetur. Nga opozita kemi po themi grupin e Shijakut me Rumi, I cili mbështet kandidat të opozitës. Ndërsa nga ana tjetër në Krujë dhe Fushkruj, rajat këtë radhë janë bashkangjitur bashkë me Shullazin, një deputet nga opozita për ta mbështetur. Por se si do dalin rezultatet, mbetet për të parë. Në Fier, ku ndarjet e familjeve të pasura apo njerëzve të cilët kanë ngritur biznese të caktuara prej vitesh, të cilët dominojnë jetën ekonomike në Fier, jo me trafikun e armë apo të drogës, por me tendra publik, me biznese, kanë vazhduar në heshtje të mbështesin të krahut politik. Por gjithmonë majoranca ka shumicën. Të vetmit të cilët tashmë janë ekspozuar në një farë mënyrë ose njerëz të afërm të tyre është Bençimja, I cili vazhdon të mbështet Partinë Socialiste, apo njerëz të Renato Çamit, I cili gjithmonë rri në heshtje dhe nuk del asnjëherë të ekspozohet për ndërkohë lagja numër 1 maj në Fier dihet që do votojnë Partinë Socialiste sepse udhëzimet janë dhënë. Ndërkohë në Tiranë, të gjithë oligarkat ose biznesmenët e mëdhenj të cilët kanë marrë leje ndërtimi vazhdojnë luftojnë dhe po punojnë fort për të marrë përsëri Partia Socialiste shumicën. Sidomos problematike më shumë ndodhet te njësia numër 5.
e cila ka pas edhe probleme për plasje mes deputetëve ose kandidatëve për deputet të mazhorancës. Për shkak të fuqisë, po themi makinerisë zgjedhore që kanë nga mbrapa ministrat apo deputetë të cilët nuk kanë asgjë kandidat për deputet. Në Vlorë, llanajt vazhdojnë me Partinë Socialiste, kontribut sinamatet po ashtu në rrethet e Vlorës që kontribuojnë rreth Partisë Socialiste, ndërka leskajt kuptohet kanë mbështetjen e opozitës. Dhe çfarë po ndodh? Nga gjithë kjo rezume ose një gjë e përgjithshme që mendoj që do ketë ditën e zgjedhjeve nesër, këta grupe të vazhdojnë të punojnë, këta grupe vazhdojnë të sigurojnë vota, këta grupe vazhdojnë të dhënë direktiva se kur dhe kur duhet votojnë në hundën e SPAK-ut. Çfarë ka bërë SPAK-u? Për mendimin tim, ka bërë vetëm show me spote publicitare si po t'ishte parti politike, ka bërë show dhe sfilata në KQZ, një herë në 3 ditë bashkë me prokurorin e përgjithshëm dhe kryetarin e KQZ-s, që për mendimin tim e kanë për detyrë për të bërë një gjë të tillë, dhe ata thjesht për të pompuar apo për të ngritur një kaos të tyre që po luftojnë personat të cilën po bëjnë krime zgjedhore, shkonin dhe bënin sfilat në për këto institucione. Apo dhe task forcat e ngritur në përrrethet, në kuadër të SPAK-ut, por që t'jemi sinqert, SPAK-ut nuk është detyra primare krime zgjedhor, ajo i takon prokurorit përgjithshëm, por ngritja e grupeve të punës apo task forces dhe delegimi i prokurorëve në përrrethet caktuara, mendoj që është thjesht për show, dhe thjesht se disa prokurorë duan dalin fotografi, të dalin nëpër media, të duken sigur po punojnë. Nuk është kjo ajo çfarë pritin njerëzit. Të mos harrojmë statistikat janë zhgënjyese. E çfarë po ndodh? Çfarë bëri SPAK-u ose ndaj personave të cilët janë në hetim, të cilët i kanë në hetim dhe zyrtarisht të gjithë e dimë, si rastin e Gjaçkajt, rastin e Gjiknurit, Taulant Ballës, Ndrecës, Maznikut, zeqines së famshme të Fierit. E çfarë ka bërë SPAK-u për këtë raste? Asgjë, thjesht i ka bërë në një farë mënyrë dhe mbështet për të vazhduar kandidimin e tyre në listat mbyllura apo të hapura, duke i lejuar që edhe pse në hetim, edhe pse me vepra penale, duke lejuar të vazhdojnë siç kanë vazhduar ose siç kanë bërë fushat. Dhe çfarë kanë kontribuar te qytetarët? Asgjë. Thjesht kanë lejuar që këta kandidat të vazhdojnë të bëjnë fushat elektorale edhe pse në hetim. Mos harrojmë edhe nga kraji i opozitës, kemi Sali Berishën, i cili është i proceduar dhe tashmë po shkon për në gjyq. Kemi Doxhanin apo Spaiun apo persona të tjerë, të cilët janë në SPAK, por janë në listat e kandidatëve për deputet. Nuk është bërë asgjë për ndaluar apo për t'i bindur qytetarët që këta personazhe të mos votojnë. Mbeten për deri nesër për të pasë a do të votohen apo nuk do të votohen. Ndërsa nga LSI-ja ose LRI-ja e sotshme, dihet tashmë që kryetari i saj është në burg, edhe vazhdon në listën e zgjedhore, por kandidat për deputet. Dhe cila është rezultati i SPAK-ut ndaj këtyre individëve të cilët janë në listat mbyllura apo të hapura? Të gjithë këta po vazhdojnë me makineritë e tyre, po themi gjatë fushatës elektorale, duke aktivizuar ministri të caktuar, drejtor të caktuar, po themi edhe këtë faktin e administratës me cilën e drejtojnë në për zona të caktuara, duke kryer apo duke intimiduar njerëzit për të votojnë. Të çfarë po bën SPAK-u apo prokurorët e çështjes thjesht po referojnë statistika. Çfarë po ndodh? Statistikat ti shohim me radhë. Në 2021 SPAK-u ka qenë i ndërtuar, i ngritur, por nuk ka bërë këtë show që ka bërë këtë vit. Edhe në atë kohë ka regjistruar kallëzime penale të mëdha, 115 kallëzime dolën me njoftim për shtyp në atë kohë, prej tyre 45 u regjistruan. Çfarë ndodhi në fund? Vetëm 3 të arrestuar. Nga 115 kallëzime. Në 2023, zgjedhjet lokale, çka ndodhi? 240 kallëzime penale, prej tyre 30 procedime, dhe çfarë ndodhi? Vetëm 3 u dënuan. Dhe operacioni famshëm ndaj kryetarit të bashkisë, kryetarit të zgjedhur më mbrapa të bashkisë i Marës, i cili vetëm ishte që u arrestuar me atë spektaklin e famshëm. Në 2025, thonë prokurorët e SPAK-ut ose njoftimi për shtyp, janë bërë 123 kallëzime, prej tyre 35 procedime janë regjistruar, dhe vetëm një rast kemi atë të lushnjë, si çuditërisht jepte 500 euro për një vot edhe nga opozita, jo nga mazhoranca, ku dihet se mazhoranca po punojnë prej kohësh. Dhe çfarë po ndodh edhe më çesharakja fare është që SPAK-u thotë që policia ka sjellë gati rreth 30 denoncime ose kallëzime apo referime të materialeve. Dhe të gjitha janë të opozitës. Si ka mundësi që policia parandalon ose ka informacione vetëm për kandidatët e opozitës,
Ajo më e keqja ose më skandaloze ishte sot. Një qytetar shkon në Lezhë, kallzon një kandidat për deputet Gjinxhani në Lezhë dhe thotë që ka ardhur në shtëpim, ka kërku votën dhe policia shpërndan njoftim për shtyp dhe thotë kemi nisë dhe procedu dhe dërgu referim materialet në prokurori ndaj kandidatit Gjinxhani sepse ka shku në shtëpi t'i kërkoj votën. Pra në Shqipëri, nëse ti shkon dikujt tek dera për t'i kërku votën, sidomos ka opozita ndiqesh penalisht nga mazhoranca, ka jemi puthje dorje, trokitje në përhyrje të pallateve, në përdhoma ose në shtëpi apo në ambiente, në punë, në biznese ndryshme dhe nuk ka asnjë procedim penal. Pra në një farë mënyrë policia vazhdon të bëjë njëjtin rol që ka bërë gjithmonë, të mbështesë mazhorancën. Ajo dukej edhe në atë paradën e famshme të ditëve të fundit që u bë brenda ambienteve të KQZ-s, ku prokurori i përgjithshëm, kreu i SPAK-ut, kryetari i KQZ-s dhe drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit dolën në fotografi, dolën në kamera të gjithë duke vëzhguar dhe të ndjek punimet si po bën KQZ-ja. Me të njëjtin drejtor policie, të cilit vetëm pak muaj më parë të vitit kaluar në shtator, i sekuestruan telefonin për konspiracion ose për dhënie të informacionit për dekonspirim operacioni. Ndërsa tani nuk dihet çfarë është bërë me atë telefon, i është kthyer, i kanë gjetur materiale diçka brenda, apo thjesht ishte një show për momentin për të nisë një hetime për dekonspirim, dhe ndërkohë sot dalin në krah njëri tjetrit. Dhe si përfundim, unë mendoj që rezultati i gjithë kësaj show të zhurmës së SPAK-ut, edhe cila mori përsipër të bëjë gjëra dhe të cilat nuk i takonin në fakt, çfarë ka? Asgjë. Thjesht propaganduan opinionin publik se SPAK-u po punon. Dhe realisht po punon. Dhe Sky ECC-s po punon. Se çfarë ka përveç Sky ECC-s, deri tani vrasjet e mëdha nuk është janë zbardhur. Po mos ishin të dhënat nga ardhur nga Sky ECC, të gjithë ata për cilët i kanë ndjekë tashmë penalisht, nuk do ishin brenda apo nuk do ishin në kërkim, por do vazhdonin që dosjet e tyre të arkivoheshin apo të pluroseshin. Dhe në fund mendoj unë, të dashur bashkëvendas, bashkëqytetarë, si doni merreni. Mos votoni hajdutët. Mos votoni njerëzit të cilët ju kanë shkatërruar jetën për gjithë këto vite. Mos votoni ata të cilët kanë shkatërruar sistemin e shëndetësisë. Mos votoni ata të cilët nuk po prodhojnë ose nuk po nxjerrin më kuadër në shkollat fillore apo të mesme apo të lartë, por thjesht po nxjerrin disa diploma. Mos votoni si tifoz, por votoni me zemër dhe me atë se cili ju mendon që është i drejtë dhe i sinqert, por atë votën që mund t'i takoj nga ju. Mbetëshi mirë dhe do shihemi më shpesh në ditën e vazhdim me një surprizë tjetër nga ana ime. Faleminderit dhe suksese.